Komuna e Çajirit ka njoftuar se me sukses është përmbyllur edicioni i parë i Festivalit Ndërkombëtar të Muzikës Çarshia, i cili nga 23 deri më 26 korrik sipas komunës e shndroi çarshinë e vjetër të Shkupit në një qendër të artit muzikor dhe dialogut kulturor. Nga komuna informojnë se gjatë netëve të festivalit u organizuan 4 koncerte madhështore ku performuan 20 solistë nga Maqedonia e Veriut, Shqipëria, Kosova, Italia, Rumania dhe Spanja, të shoqëruar nga Orkestra Simfonike AIKA e Maqedonisë. Sipas autoriteteve lokale, edicioni inaugurues dëshmoi se çarshia e vjetër e Shkupit mbetet një hapësirë unike ku trashëgimia kulturore dhe arti bashkëkohor bashkohen për krijuar vlera të reja, duke promovuar qytetin si destinacion kulturor dhe turistik. Me festivalin Çarshia dëshmojmë se kur ekziston vizion dhe përkushtim mund të krijohet një traditë e re kulturore që do të bëhet simboli i Çajirit dhe i Shkupit. Synimi ynë nuk ishte të organizonim vetëm një aktivitet tjetër, por të vendosnim themelet e një festivali që do të rritet nga viti në vit, do të tërheqë artistë të njohur dhe do ta promovojë Çarshinë e vjetër të Shkupit si një nga hapësirat më të rëndësishme kulturore dhe turistike në rajon. Organizatorët thonë se festivali Çarshia tashmë ka hedhur themelet për të shndruar në një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore të verës, duke pozicionuar komunën e Çajirit si një qendër të rëndësishme të jetës kulturore në vend dhe në rajon.